Edhe Rama si natyrë lindi si artist, po me ato zgarravinat e veta, domethënë që edhe i quhen vepra arti, por vepra më e madhe e artit ti mund të konsiderohet edhe kjo zgarravina e madhe që ka bërë, ka të ndisur Shqipërinë. Fatkeqësisht ke shumë drejt, çfarë them tani. Po zgarravina më e madhe që ka bërë ai dhe ata të tjerë para tij, se ata shiko, po të kesh bëj shumë prim për Kesaliu përballë. Unë betojmë Zot isha përballë në opozitë, Saliu, se Saliu nuk e bëri opozitën vetë, por vajti ke zyrat. Se janë të rëndësishme ato zyra e vula ato etj. Patjetër. Unë nuk e di se si do kisha reaguar, po zgarrabina më e madhe është figura që po bëjmë ne si shqiptar, karakterin e shqiptarit. Prandaj e lash gjithë atë që e bën shqiptarin paçavure, e kanë tallë, kanë bëllë, kanë drejt, po ta konturosh tani shqiptarin se si është në thelb, e kjo është, ke drejt. Më pëlqen ajo që e ndërtonin atë lijen e shpresës, besimit që do vi moment që do shkojnë në pikën fundore kjo, dhe po shoh disa raste, rasti më i fundit që mendoj se do kish mendim ndryshe nga kjo që si e shoh unë, dhe mu më jep lloj kënaqësie. Rasti më i fundit që ishte tek një media, pa përmend, mund ta përmend edhe emrin, tek Report TV-ja, një gazetar, Baba Rama, teksa bën një reagim tim ose ku do ndërton një linjë tjetër që ndoshta nuk e kemi parë ndër vite, e marr këtë shembull duke lidhur me institucione të tjera, qoftë qeveritare, qoftë edhe të bashkisë ose administratës shtetërore e tjerë. Po marr këtë si shembull që është diskutimi këtyre orëve të fundit. Për një qëndrim tim që mbajti kundër qeverisë, ndërkohë që më parë se kemi parë këtë gjë, ka dalë nëpër lajme thonë që i kanë mbyllur emisionin dhe e kanë hequr edhe. Nuk e di, tu tani gjë gjithë, unë mendoj që bëra një nga nuk e kam në rastin konkret. Me që ma hape tani se a do të flasëm, nuk e di, du t'i gjë dhe palën tjetër. Se një përnoncim thot që ka ofenduar gazetarin tjetër, i ka thonë pse dëgjon ata në kufje, një tjetër kështu. Tani, te Report TV-ja unë e di çfarë thuhet në raport të Report TV-s me financimet. Kupton? Por unë vetë ke Report TV-ja kusur s'kam në pa thonë. Dhe ka rrezik nesër më marrin prapë atje. Pra këtu nuk më qëndron kjo. Por zotëria kur është kaq që ja barku ka i përdrejtësi, në 10 vite që pas ka qenë aty, si s'më thiri në emision mu, në i kohë që unë përballë me Metën Berishën dhe përballë dhe me Ramën bashkë. Pra, pse? Në qoftë se deri dje dhe ti mund të kesh pas dyshime, jo ke pas dyshim, ti ke ditë se më ke njoh, po ke thonë që ora të shohin njerëzit si pak një anshëm. E ndryshova gjë standardin unë, zoti Tufa? Jo, edhe madje unë ta kam bërë edhe si pyetje po ti e dije. Jo, patjetër. Po unë kam ndryshim standardi? Jo. Siç i kam bërë Metës, Berishës, Ramës, Ballukut e ku ta diun dhe babai tim po të jetë puna. E vllai tim, 20.000, se kam 2. Pse? Baj përgjësi për ftyrën time. Unë do të lë 3 fëmijëve të mi ftyrën e një batakqiu. E të paktën këta që janë 2-3 faktorë të huaj, dhe ti e di shumë mirë, thonë burim i besueshëm i hapur, plotësisht. Edhe këtë status du ta ruaj me shumë fanatizëm. Edhe nëse s'na hap derën qeveria e Sultan Salepit, na hapin derën dy të huaj, thonë, faleminderit ti për atë që ke bërë ti për vendin tënd. Kupton? Dhe të siguroj ty që do vi ditë që prapë ne do të gjejmë një vend më të mirë të shoqëri, edhe në këtë shtet. Po pa këta. Ne do të ndërtojmë një sistem vlerash që të ketë një shpresë për meritokracinë. Po s'pati meritokraci, nuk do ketë kur drejtësi. Shkalla parë për ty seriozisht korrupsion dhe të garantosh korrupsionin tënd është të vrasësh meritokracinë. Ta din njerëzit ty për nder, jo ligjit dhe aftësisë të vetës. Po këta të paguajnë. Nëse ti ke pas për detyrë
do më çoj mua në pension me pension qesharak, pse unë nuk më lejove ti që të rrisë shkallët e kësaj, edhe pse jam më i aftë se gjithë qeveria jote, ta paguash ti, ta paguash. Edhe këta. Edhe rrugët ligjore të janë. Pse kanë mbaru, kujton ti ata? Po mu nuk pëlqen fryma. Për frymën e kisha thënë, pra ky lloj reagimi që kujton ti se urdhon ti me shkopin tënd gasoreli thua të ri aty, desi aty, specialist. Po kush e ti? Kush e ti? Po vetëm trajnimin e fundit që kam dhënë Londër 2023-shin, kam dhënë provim me detyrim të lexojmë mbi 6.000 ca faqe për arbitrazhin. Kush e tjerë që vendos ti? Edhe zguxojnë ministra dhe të tjerë të kthejnë përgjigje kur i shkruan për problemet e qeverisë. Se i ke thënë ti kështu. Ky është më. Ky kanë tret. Ky është më. Njeriu më të devotshëm për interesin e shtetit shqiptar, ky e përsekuton. Po si ja thon, po e them unë. E çfarë fitoi? Asu nuk ndryshova në kaq vite. Çfarë fitoi? Do më cënosh pleqime pensioni, do pagush dhe pensioni. Në një mënyrë në një tjetër. Pse? Se s'ti janë përgjigj interesave tua që më ke çuar ti me ministrat e tuaj që mos bjerë ti e mos i bjerë ti. Ato kallëzimet e mia. Janë detyrimi im. Se unë shkoj të laj halen që ka bërë Meta me Berishën, edhe të mos i kallëzoj, po mos më kas shpirti mua aty. So po mos isha kaq devotshëm, si isha përballë atje, të lexoj 1 milion ca faqe për të bërë shtetit 200 milionë euro. Kështu është historia, zotë Elti. Edhe ky që thotë ky gazetar i madh që i qanë atë për bërë opozitë, opozita reale jemi ne. A është Berisha? Që është i përlyer dhe ke këto. Unë si shtem që e shoh Ramën përlyer komplet të akshi, ke kjo, ashtu është Berisha ke Çezi, ashtu është Meta ke Dia, këto janë minimumi. Pastaj të tre bashk i ke sigurt edhe ke bankërsi. Që kur të hapet bankërsi, pastaj nuk do të dim se sa qindra biznesmenë pushtetar do të shkojnë, duhet më bëj i burg vetëm për bankërsi. Edhe nuk e di sa miliard do dalin dëm. Ta që kanë bërë këta ti populli, se ka bërë as pushtuesi më i keq, as armiku më i egër se ka bërë. Kështu që unë kështu e shoh. Ne jemi pa dinjitet, zërë se kemi i pushtues që na merr fytyrën, nderin, dinjitetin çdo ditë, edhe na mban me frikë, me kulaç e me kërbaç, të dy bashkë. Kulaçin e han këto arrogantët e zyrave, kërbaçin ata që nuk binden.